Një vajzë 17 vjeçare do të zbuloj se burri, i konsideruar në gjendje vegetative në rezidencën ku punon, është ende plotësisht i ndërgjegjshëm. Sytë e tij mbajnë sekrete që mund të ndryshojnë gjithçka, ndërsa ata përreth tij komplotuan për ta mbajtur të vërtetën të varrosur. Një histori kuraje, humanizmi dhe forcës transformuese të qenit vërtet i parë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Heshtja e katit të tretë të rezidencës ishte shurdhuese. Oliana ngjiti shkallët e mermerit për herë të parë, duke mbajtur produkte pastrimi dhe duke ndier peshën e çdo shkallë. Në moshën 17 vjeçare, ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë se do të punonte në atë shtëpi imponuese në qendër të kryeqytetit, por rrethanat familjare e kishin sjellë deri aty. Nëna e saj, Rosa, punonte si guvernante prej më shumë se një dekade, duke njohur çdo sekret të korridoreve të zbukuruara dhe dhomave luksoze. Vajza ndaloi para derës së 2 fish prej mahagoni, duke marrë frym thellë para se të rrotullonte dorezën e ardhë. Ajo që gjeti në anën tjetër e zuri plotësisht të papërgatitur. Ambienti ishte i ftohtë, me perdet e rënda që bllokonin çdo gjurmë drite dielli. Në qendër të dhomës, një shtrat modern spitalor kontrastonte brutalisht me dekorin klasik. Dhe aty, i palvishëm me çarçafëve të bardhë, ishte Viktori. Oliana kishte dëgjuar thashethemet nëpër korridore. Biznesmeni i fuqishëm që kishte ndërtuar një perandori industriale gjatë dekadave kishte pësuar një reagim të rrallë neurologjik 2 vjet më parë. Mjekët kishin deklaruar mungesë totale ndërgjegjeje. Familja fliste për të në të kaluarën, sikur të mos ekzistonte më. Por kur sytë e saj u takuan me të tij, diçka brenda saj u përmbys plotësisht. Nuk ishin sy të zbrazët. Kishte jetë aty një prani intensive që e bëri atë të bënte një hap prapa pa dashje. Viktori e vëzhgonte me një intensitet që priste ajrin e ftohtë të dhomës. Sytë e tij ndiqnin çdo lëvizje të saj, duke pulsuar në mënyrë të ritmuar kur ajo ju afrua dritares. Ishte sikur ai po përpiqej të komunikonte përmes kanalit të vetëm që ende funksiononte. Më falni zotëri, erdha vetëm për të pastruar dhomën, murmuriti Oliana, duke u ndier e çuditshme që fliste me dikë që supozoi se nuk mund ta dëgjonte. Por diçka në shprehjen e atyre syve ngjyrë kafe e bëri atë të vazhdonte. Do t'i hap pak perdet, është shumë errësirë këtu. Kur drita e diellit filtroi përmes perdeve të rënda prej kadifeje, Oliana mundi të shihte më mirë gjendjen e ambientit. Kishte një shtresë të hollë pluhuri mbi mobiljet antike, lulet në vazo ishin të vyshkura prej javësh, dhe ajri kishte një erë neglizhence. Ishte sikur ajo dhomë ishte një depo ku kishin ruajtur diçka që nuk dinin si ta hidhnin. Ndërsa organizonte ilaçet në komodinën e shtratit, Oliana vuri re se sytë e Viktorit shkëlqyen kur ajo përmendi se ishte vajza e Rozës. Ai pulsoi disa herë rresht, pothuajse sikur po përpiqej të konfirmonte diçka. Vajza ndjeu një drithërim t'i përshkonte shpinën. Kishte padyshim dikush brenda, i burgosur në një trup që nuk u përgjigjej më komandave të tij. Zotëri, ju mund të më dëgjoni, apo jo? Pyeti ajo me zë të ulët, duke parë mbi shpatullën e saj për t'u siguruar se ishin vetëm. Përgjigjja erdhi përmes 2 pulsimesh të ngadalta dhe të qëllimshme. Zemra e Olianës u përshpejtua. Ajo kishte zbuluar një sekret që mund të ndryshonte gjithçka, por nuk e kishte idenë se sa e rrezikshme mund të ishte kjo. Nga poshtë vinin zëra nga zona sociale. Kiara, gruaja e Viktorit, bisedonte me entuziazëm me Markon, djalin e çiftit. Oliana mund të dallonte tonin e gëzuar dhe të shkujdesur të bisedës, sikur po diskutonin planet për fundjavën. Ishte një kontrast shqetësues me vetminë e ftohtë të asaj dhome në katin e tretë. Vajza përfundoi pastrimin në heshtje, por nuk mund të ndalonte së shikuarit Viktorin. Çdo lëvizje e saj shoqërohej nga ata sy të vëmendshëm. Kur ajo u pengua lehtë në telin e një aparati mjekësor, pa një shprehje shqetësimi të sinqertë t'i përshkonte fytyrën e palvishme. Ishte e pamundur të mohoj, kishte një person plotësisht të ndërgjegjshëm aty, duke dëshmuar gjithçka, duke ndier gjithçka, por i paaftë të komunikonte me botën e jashtme. Para se të largohej, Oliana iu afrua shtratit. Unë do të kthehem nesër, tha ajo me zë të ulët. Dhe do t'ju sjell disa lule të freskëta. Sytë e Viktorit u mbushën me lot, një përgjigje emocionale e pamundur për t'u shtirur apo imagjinuar. Në atë moment, ajo e dinte se jeta e saj kishte ndryshuar përgjithmonë. Në korridore, Roza priste vajzën me një shprehje ankthi. Si shkoj lart, e dashur?
Shpresoj të mos jesh trembur. Dhoma e Zotit Viktor është paksa e rëndë. Nëna i zgjodhi fjalët me kujdes, siç bënte gjithmonë kur tema përfshinte familjen që i punësonte. Oliana hezitoi para se të përgjigjej. Diçka në mënyrën se si nëna e saj shmangte sytë e bëri atë të kuptonte se Roza dinte më shumë se sa tregonte. Ishte qetë, nën. Vetëm ishte shumë e errësirë dhe ftohtë. Por brenda saj, një stuj pyetjesh po formohej. Pse askush nuk e kuptonte se Viktori ishte i ndërgjegjshëm? Pse e mbanin të izoluar në kushte kaq të vështira? Dhe më e rëndësishmja, pse nëna e saj dukej se po fshihte diçka? Atë natë, Oliana mezi arriti të flinte. Imazhi i syve të Viktorit nuk i dilte nga mendja. Kishte një lutje të heshtur në atë vështrim, një kërkesë për ndihmë që ajo nuk mund ta injoronte. Edhe pse ishte vetëm një adoleshente, vajza e një shërbëtoreje, ajo ndjente se kishte një përgjegjësi ndaj atij burri. Ndoshta ishte e vetmja person në botë që dinte të vërtetën për gjendjen e tij. Të nesërmen, Oliana u zgjua me një vendosmëri të ri për të rirë. Ajo do të kthehej në katin e tretë, por këtë herë do t'i kushtonte më shumë vëmendje detajeve. Kishte diçka thellësisht të gabuar që po ndodhte në atë shtëpi, dhe sytë e Viktorit ishin çelësi për të zbuluar të vërtetën. Ajo nuk e imagjinonte ende se kjo zbulim do ta vendoste në qendër të një komploti shumë më kompleks dhe të rrezikshëm nga sa mund të kishte imagjinuar. Mëngjesi solli një lëvizje të pazakontë në rezidencë. Kiara kishte dalë herët për një takim në kompani, duke marrë Markon me vete. Roza shfrytëzoi mungesën e pronarëve për t'i dhënë vajzës orientime më të detajuara rreth rutinave të shtëpisë. Mos harro, Oliana, familja jon varet nga kjo punë. Ndonjëherë është më mirë të mos shohësh gjithçka, të mos dëgjosh gjithçka, të mos flasësh për gjithçka. Fjalët e nënës kishin një ton paralajmërimi që Oliana nuk e kishte vënë re kur më parë. Ishte sikur Roza po përpiqej ta mbronte nga diçka, por në të njëjtën kohë po e përgatiste të përballej me realitete që ajo nuk i kuptonte plotësisht. Vajza pohoi me respekt, por tashmë kishte marrë vendimin e saj. Sot ajo do të zbulonte më shumë rreth burrit të katit të tretë dhe misterit që rrethonte gjendjen e tij. Kur Oliana u ngjit në katin e tretë për herë të dytë, mbante një vazo të vogël me vjollca të freskëta të fshehur mes produkteve të pastrimit. Korridori ishte edhe më i heshtur se një ditë më parë, dhe ajo dëgjonte vetëm zhurmën e largët të kondicionerit dhe tiktakun e një ore antike. Çdo hap në tapetin e trash duke i mbytur, sikur vetë shtëpia po komplotonte për të mbajtur sekrete. Viktori ishte pikërisht në të njëjtin pozicion, por sytë e tij u ndezën në momentin që ajo hyri. Ishte sikur ai kishte kaluar orë duke pritur ardhjen e saj. Oliana ndjeu zemrën t'i përshpejtohej, nuk kishte dyshim se ai ishte plotësisht i vetëdijshëm për praninë e saj dhe e mbante mend nga dita e mëparshme. I solla lulet që premtova, tha ajo me zë të ulët, duke ju afruar dritares për të ndëruar vazon e vyshkur. Janë vjollca nga kopshti i shtëpisë son. Nëna ime thot gjithmonë se ato sjellin shpresë. Kur ajo u kthye, pa lot të formoheshin në sytë e Viktorit. Ishte një reagim aq intensiv sa që për një moment ajo u pyet nëse po bënte gjën e duhur. Ndoshta ishte mizore t'i jepje shpresë dikujt në një situatë kaq të dëshpëruar. Por pastaj ai pulsoi 3 herë rresht, ndaloi dhe pulsoi edhe 2 herë. Oliana rudhi vetullat duke u përpjekur të deshifronte se çfarë mund të thoshte. Viktori përsëriti sekuencën, 3 pulsime, pauzë, 2 pulsime. Ishte shumë e qëllimshme për të qenë rastësi. Ai po përpiqej të komunikonte përmes një kodi. Po përpiqeni të më thoni diçka, pyeti ajo, duke ju afruar shtratit. 3 pulsime do të thot po, 2 do të thot jo. Sytë e Viktorit shkëlqyen dhe ai pulsoi 3 herë. Oliana ndjeu një val emocionesh. Ata kishin vendosur një formë komunikimi bazë, një fije të hollë që lidhte 2 botë krejtësisht të ndryshme. Ndërsa pastronte dhomën, Oliana filloi të bënte pyetje të thjeshta. Apo ndjeni dhimbje? 2 pulsime. A keni ftohtë? 3 pulsime empatike. Ajo menjëherë rregulloi batanien mbi shpatullat e tij. A e di dikush nga familja se ju jeni i ndërgjegjshëm? Pauza ishte e gjatë, pastaj erdhën 2 pulsime të ngadalta dhe të trishta. Ishte e qartë se Viktori ishte i burgosur jo vetëm në trupin e tij, por edhe në një izolim shoqëror të plotë. Nga korridori erdhi zhurma e takave të larta që ngjisnin shkallët e mermerit. Oliana njohu menjëherë hapin e Kiarës.
Shpejt, ajo u largua nga shtrati dhe filloi të lustronte një pasqyrë të vjetër në murin përballë, duke bërë sikur ishte e zhytur në punën e saj. Dera u hap pa ceremoni. Je ende këtu lart? Zëri i Kiarës preu ajrin si një te. Ajo ishte një grua elegante në të 50-tat, gjithmonë e veshur dhe e grimosur në mënyrë të përsosur, edhe kur qëndronte në shtëpi. Sytë e saj blu të ftohtë skanuan dhomën, duke ndalur për një moment të sytë e Viktorit para se të fiksoheshin te Oliana. Mendova se puna këtu do të ishte më e shpejtë. Po e përfundoja, zonja Kiara, u përgjigj Oliana me respekt, duke shmangur shikimin në drejtim të shtratit. Dhoma është e madhe dhe ka shumë detaje për t'u kujdesur. Kiara shkoi te dritarja dhe vëzhgoi vjollcat e freskëta. Kush i solli këto lule? Zëri i saj kishte një ton rrezikshmërisht të qetë që e bëri Olianën të ndjente një të ftohtë në stomak. Unë i solla, zonjë. Mendova se do ta bënte ambientin më të këndshëm. Vajza e mbajti zërin të fortë, pavarësisht nervozizmit në rritje. Mund t'i heq nëse preferoni. Jo. Kiara preku me delikates një nga petalet. Lërini. Fundja, nuk bën ndryshim për të, apo jo? Ai nuk i vëre këto gjëra. Kishte diçka mizore në mënyrën se si ajo i shqiptoi fjalët, sikur po testonte një reagim. Oliana bëri sikur ra dakord me një lëvizje koke, por nuk mundi të shmangte një shikim të shpejt drejt Viktorit. Ajo që pa e shokoi. Sytë e burrit ishin fiksuar te Kiara me një intensitet që kufizoi me urrëtitjen. Nuk ishte thjesht pakënaqësi apo trishtim, ishte diçka shumë më e thellë dhe më e frikshme. Për një moment të shkurtër, Oliana pati frikë se Kiara do ta vërente shikimin, por gruaja tashmë ishte kthyer për të dalë. Oliana, tha Kiara, duke ndaluar te dera. Nëna jote ka shumë kohë me ne. Shpresoj që ti të kesh trashëguar diskrecionin dhe besnikërinë e saj. Mesazhi ishte dhënë. Ishte një paralajmërim i fshehur, por i qartë. Oliana pohoi me respekt, por brenda saj një revolt po rritej në gjoksin e saj. Pas largimit të Kiarës, dhoma u bë e rëndë. Viktori pulsoi disa herë rresht, një model që Oliana e interpretoi si shqetësim ose frikë. Ajo ju afrua sërish shtratit. A fliste ajo gjithmonë kështu me ju? 3 pulsime të hidhura. Sa kohë keni qenë kështu? Viktori u përpoq të përgjigjej, por si mund të komunikonte vite përmes pulsimesh? Oliana pati një ide. Filloi të numëronte me gishta, 1 vit, 2 pulsime, 2 vjet, 3 pulsime konfirmuan. Dhe para kësaj, ju kontrollonit kompanin? 3 pulsime krenare. Tani ajo e kontrollon? Pulsueset që erdhen në përgjigje ishin plot zhgënjim dhe zemërim. Pak nga pak, një tablo shqetësuese filloi të formohej në mendjen e Olianës. Një burr i fuqishëm, i reduktuar në një gjendje varësie totale, ndërsa ata që duhej të kujdeseshin për të dukeshin më të interesuar ta mbanin të izoluar dhe të harruar. Ftohtësia e Kiarës nuk ishte thjesht neglizhencë, ishte e llogaritur dhe mizore. Zotëri Viktor, tha ajo me zë të ulët, unë do të gjej një mënyrë për t'ju ndihmuar. Nuk e di si ende, por do ta zbuloj. Sytë e tij u mbushën me lot sërish, por këtë herë kishte edhe mirënjohje aty. Për herë të parë në 2 vjet, dikush e shihte vërtet, dikush kujdesej për të si një qenie njerëzore. Kur Oliana zbriti në katin përdhe, gjeti Markon në dhomën e ndenjes, duke shfletuar revista me makinat e importuara. I riu 25 vjeçar kishte flokët e verdhë të krejur në mënyrë perfekte dhe mbante rroba të rastësishme që kushtonin më shumë se sa familja e Olianës fitonte në një muaj. Ai as nuk ngriti syt kur ajo kaloi. Në kuzhinë, Roza përgatiste drekën me lëvizje efikase dhe të heshtura. Oliana vëzhgoi nënën për disa momente para se t'i afrohej. Nën, mund të bëj një pyetje për zotin Viktor? Roza ndaloi së prerë perimet dhe shikoi përreth për t'u siguruar se ishin vetëm. Çfarë dëshiron të dish, bi? Si ishte ai më parë? Para problemit? Oliana i zgjodhi fjalët me kujdes, duke imituar kujdesin që kishte mësuar duke vëzhguar nënën. Roza pshertiu thellë. Ishte një burr shumë intensiv. Inteligjent, i vendosur. E ndërtoi gjithë këtë nga hiçi. Ajo bëri një gjest të paqartë, duke treguar rezidencën përreth. Gjithmonë ka qenë i drejtë me ne, i respektueshëm. Nuk bërtiste kurrë, nuk ishte kurrë i vrazhd. Shumë ndryshe nga. Ajo ndërpreu fjalën pa pritmas.
Ndryshe nga çfarë, nën? Asgjë, bi. Janë gjëra të së kaluarës që nuk na takojnë neve. Por Oliana mund të shihte në fytyrën e nënës se kishte shumë më tepër për të treguar. Roza qartësisht luftonte me kujtime të vështira dhe besnikëri të kundërta. Atë pasdite, ndërsa rregullonte bibliotekën në katin e parë, Oliana zbuloi një koleksion revistash të vjetra biznesi. Në kopertina, ajo pa Viktorin në kulmin e tij, duke inaugurar fabrika, duke folur në ngjarje, duke marrë çmime. Ishte një burr energjik, plot energji dhe qëllim. Kontrasti me figurën e palvizshme të katit të tretë ishte shkatërues. Një nga revistat kishte një artikull mbi trashëgimin e biznesit. Oliana lexoi me interes në rritje rreth kompleksiteteve ligjore që përfshinin kompanitë familjare kur themeluesi bëhej i paaftë. Kishte afate, auditime, transferime pushteti. Gjëra që ajo mezi i kuptonte, por që filluan të formonin një model shqetësues në mendjen e saj. Kur po i kthente revistat në vend, dëgjoi hapa që afroheshin. Shpejt, ajo fsheu një nga publikimet mes materialeve të saj të pastrimit. Kishte ndjesinë se ajo informacion do të ishte e rëndësishme më vonë. Marko hyri në bibliotekë me një telefon celular ngjitur në vesh. Jo, nuk ka ndryshuar asgjë, thoshte ai me zë të ulët. Ai vazhdon të jetë i njëjtë. Mjekët thanë se nuk ka mundësi përmirësimi. Oliana bëri sikur ishte zhytur në rregullimin e librave, por çdo fjalë tingëllonte si një zbulim. Po, e di për afatin. Kanë mbetur vetëm disa muaj. Kur Marko doli, Oliana ndjeu zemrën t'i përshpejtoi. Çfarë afati? Pse kjo dukej kaq urgjente dhe sekrete? Dhe pse kishte përshtypjen se jeta e Viktorit ishte e lidhur me këto afate misterioze? Atë natë, ndërsa ndihmonte nënën të përgatiste darkën, Oliana nuk mund të ndalonte së menduari për burrin e katit të tretë. Kishte filluar të kuptonte se Viktori nuk ishte thjesht një pacient i neglizhuar, ai ishte një i burgosur në shtëpinë e tij, i mbajtur i izoluar për arsye që shkonin shumë përtej gjendjes së tij mjekësore. Dhe ajo ishte e vetmja person në botë që dinte të vërtetën për ndërgjegjen e tij. Gjatë ditëve në vijim, Oliana zhvilloi një rutinë të planifikuar me kujdes. Ajo arrinte në katin e tretë gjithmonë në të njëjtën orë, kur Kiara ishte e zënë me telefonata biznesi dhe Marko ende flinte. Këto ishin momentet e vetme kur ajo mund të bisedonte lirisht me Viktorin, dhe çdo seancë zbulonte më shumë detaje shqetësuese rreth situatës së tij. Sistemi i komunikimit mes tyre kishte evoluar. Përveç pulsimeve bazë për po dhe jo, Viktori mund të tregonte numra dhe madje të shkruante fjalë të thjeshta përmes sekuencave komplekse. Ishte një proces i ngadaltë dhe i lodhshëm, por funksiononte. Kështu Oliana zbuloi se ai jo vetëm që ishte i ndërgjegjshëm që në fillim, por edhe mbante mend gjithçka që kishte ndodhur në 2 vitet e fundit. I dëgjuat të gjitha, pyeti ajo gjatë një mëngjesi veçanërisht të ftohtë. 3 pulsime konfirmuan. Bisedat për kompaninë? Edhe 3 pulsime, këtë herë të ngarkuara me trishtim. A e din ata që ju jeni i ndërgjegjshëm? 2 pulsime të fuqishme. Kjo ishte ajo që e tmerronte më shumë Viktorin, të ishte plotësisht i vetëdijshëm, por i padukshëm për të gjithë rreth tij. Përmes një komunikimi të durueshëm, Viktori arriti të transmetonte informacione thelbësore. Gjendja e tij kishte filluar pas një trajtimi eksperimental për një gjendje të vogël. Mjekët që e shoqëronin ishin indikacione të Kiarës. Dhe kishte dokumente të rëndësishme të fshehura në një kasafort që vetëm ai dinte vendodhjen. Zbulimi për kasafortën e la Olianën veçanërisht të shqetësuar. Dokumente për çfarë? Pyeti ajo. Viktori filloi të shkruante ngadalë, testament, fjala shkaktoi një drithërim të vajza. Nëse Viktori kishte bërë ndryshime në testamentin e tij para se të bëhej i paaftë, kjo do të shpjegonte shumë gjëra rreth sjelljes së familjes. Ishte në këtë moment që dëgjuan hapa të rënda që ngjisnin shkallët. Nuk ishin takat delikate të Kiarës, as hapat e përtatës të Markos. Ishte dikush tjetër. Oliana u largua shpejt nga shtrati dhe filloi të rregullonte jastëkët e koltukut, duke u përpjekur të dukej natyrale. Dera u hap për të zbuluar një burr në të 50-tat, i veshur me një kostum të errët. Ishte i gjatë, i hollë, me flokë të thinjur të krejur prapa dhe sy të vegjël që ekzaminonin gjithçka me ftohtësi llogaritëse. Oliana nuk e kishte parë kur më parë, por diçka te ai e bëri atë të ndjente një frikë instinktive. Ti duhet të jesh punonisja e re, tha ai, zëri i tij i ngarkuar me autoritet.
Unë jam Pietri, avokat i familjes. Dhe ti je? Oliana, zotëri. Vajza e Rozës. Ajo e mbajti zërin të fortë, pavarësisht nervozizmit. Po përfundoja pastrimin e dhomës. Pietri ecte ngadalë rreth shtratit, duke vëzhguar Viktorin me një shprehje që përziente analizën profesionale me diçka më të errët. Si është pacienti ynë sot? Ishte një pyetje retorike, ai as nuk priti përgjigje. Imagjinoj se duhet të jetë shqetësuese për një vajzë të re si ti të punosh këtu. Të kujdesesh për dikë në këtë gjendje. Nuk më shqetëson, zotëri, u përgjigj Oliana, duke detyruar natyralitet në zë. Është thjesht një punë si çdo tjetër. Mirë që e dëgjoj këtë. Pietri ju afrua dritares dhe vëzhgoi vjollcat që Oliana kishte sjell. Lule të freskëta. Çfarë konsiderate? Edhe pse është e panevojshme, pasi ai nuk mund t'i shijoj. Kishte diçka në mënyrën se si ai e tha këtë që tingëllonte si një test. Gjatë gjithë bisedës, Oliana shmangu me kujdes shikimin të Viktori, por mund të ndjente tensionin që vinte nga shtrati. Kur Pietri më në fund doli, ajo priti disa minuta para se t'i afrohej sërish. Sytë e Viktorit ishin plot me një shqetësim që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Ai është i rrezikshëm, pyeti ajo me zë të ulët. 3 pulsime intensive konfirmuan frikërat e saj më të këqija. Ai është i përfshirë me atë që ju ndodhi? Sërish, 3 pulsime plot zemërim. Oliana ndjeu sikur po montonte një enigmë djallëzore, ku çdo pjesë zbulonte një aspekt edhe më të errët të së vërtetës. Atë pasdite, ndërsa Roza ishte e zënë në lavanderi, Oliana shfrytëzoi rastin për të eksploruar shtëpinë me më shumë vëmendje. Biblioteka ishte bërë streha e saj, një vend ku ajo mund të kërkonte në mënyrë diskrete informacione që mund të ndihmonin Viktorin. Ishte aty që ajo gjeti një dosje të harruar pas një rreshti librash juridik. Dosja përmbante dokumente mjekësore të vjetra, raporte laboratorike dhe korrespondenca mes mjekëve. Oliana nuk i kuptonte të gjitha termat teknik, por disa fjalë shkëlqenin nga faqja: reagim i padëshiruar, doza eksperimentale, efekte neurologjike të papritura. Ishte sikur po lexonte për një eksperiment që kishte shkuar tmerrësisht keq. Një nga dokumentet ishte një letër nga një mjek që kërkonte ndërprerjen e trajtimit për shkak të rreziqeve të rëndësishme të dëmtimit të përhershëm. Letra ishte datuar 3 ditë para se Viktori të kolapsonte. Më e frikshmja ishte se kishte një përgjigje të shkruar me dorë në buzë: vazhdoni siç është udhëzuar. K.M. Oliana i njohu inicialet. Chiara Milani. Gruaja kishte insistuar që trajtimi të vazhdonte edhe pse dinte rreziqet. Zemra e vajzës u përshpejtua kur ajo kuptoi plotësisht situatën. Nuk kishte qenë një aksident. Viktori ishte vënë qëllimisht në atë gjendje. Kur po i kthente dokumentet në vend, dëgjoi zëra që afroheshin nga biblioteka. Shpejt, ajo fsheu dosjen në përparsen e saj dhe bëri sikur po organizonte libra. Chiara hyri e shoqëruar nga Pietri, të dy duke folur me zë të ulët për afatare dhe dokumentacion ligjor. Auditi është caktuar për kur? Pyeti Chiara. 3 muaj, u përgjigj Pietri. Nëse nuk ka ndryshime në gjendjen e tij deri atëherë, të gjitha dokumentet do të jenë në rregull për transferimin përfundimtar të kontrollit. Dhe nuk do të ketë ndryshime, apo jo? Jo, sipas të gjitha vlerësimeve mjekësore. Ai do të mbetet në këtë gjendje për një kohë të pacaktuar. Oliana ndjeu sikur i ra një grusht në stomak. Ata po flisnin për Viktorin sikur të ishte një pengesë për t'u hequr, jo një person. Dhe kishte një auditim që varej nga ai që të mbetej i paaftë. Nëse ai shërohej ose nëse dikush zbulonte se ishte i ndërgjegjshëm, i gjithë plani i tyre do të shembej. Kur ata dolën, Oliana mbeti duke u dridhur e mbështetur në raftet e librave. Ishte shumë e qartë tani se jeta e Viktorit ishte në rrezik jo vetëm nga gjendja e tij, por nga njerëzit rreth tij. Nëse ata do të zbulonin se ajo dinte të vërtetën, ajo gjithashtu do të ishte në rrezik. Atë natë, gjatë darkës në shtëpinë e vogël ku jetonte me nënën e saj në fund të rezidencës, Oliana mezi arriti të hante. Roza vuri re shqetësimin e saj, por kur pyeti se çfarë po ndodhte, vajza nuk dinte si të shpjegonte. Si mund të tregonte se kishte zbuluar një komplot në shtëpinë ku punonin prej vitesh? Nën, tha ajo më në fund, nuk e ke gjetur kur të çuditshme atë që i ndodhi zotit Viktor? Roza ndaloi së ngrëni dhe shikoi vajzën e saj fikse. Çfarë do të thuash me këtë?
Ai ishte i shëndetshëm, i suksesshëm dhe papritmas u bë kështu. Nuk është e çuditshme? Oliana, zëri i nënës u bë i rrept, këto nuk janë gjëra që na takojnë neve. Funksioni ynë këtu është të punojmë dhe të mbajmë gojen mbyllur. Ti po fillon të bësh shumë pyetje. Por Rosa nuk mund ta fshehte shqetësimin në sytë e saj. Ishte e qartë se edhe ajo kishte dyshimet e saj, por ishte e gatshme të injoronte ato për të ruajtur sigurinë e familjes. Oliana kuptoi se ishte vetëm në këtë zbulim të tmerrshëm. Më vonë, e shtrirë në shtratin e saj, Oliana mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ajo nuk mund ta braktiste Viktorin. Nuk mund të bënte sikur nuk e dinte të vërtetën. Edhe pse ishte vetëm një adoleshente pa burime apo ndikim, ajo duhej të gjente një mënyrë për të ekspozuar atë që po ndodhte. Të nesërmen, kur u ngjit në katin e tretë, Oliana kishte një plan. Ishte i rrezikshëm dhe ndoshta naiv, por ishte gjithçka që mund të imagjinonte. Ajo do t'i tregonte Viktorit për zbulimin e dokumenteve dhe së bashku do të gjenin një mënyrë për të provuar ndërgjegjen e tij para autoriteteve kompetente. Por kur hapi derën e dhomës, gjeti një skenë që e la të ngrirë. Kiara ishte pranë shtratit, duke mbajtur një shiring dhe duke biseduar me zë të ulët me një burr me bluzë të bardhë që ajo nuk e njohu. Ata ndaluan së foluri menjëherë kur e pan. Oliana, tha Kiara me një buzëqeshje të shtirë, mirë që erdhe. Ky është Doroteo, i cili erdhi për të bërë ekzaminimin mujor të Viktorit. Mund të kthehesh më vonë për të pastruar dhomën. Oliana pohoi dhe doli shpejt, por jo para se të shitet tmerrin e pastër në sytë e Viktorit. Burri po përpiqej dëshpërimisht të komunikonte me të, duke pulsuar në mënyrë frenetike. Ishte një kërkesë e heshtur për ndihmë që ajo e kuptoi në mënyrë të përsosur. E fshehur në korridor, Oliana dëgjoi fragmente të bisedës mes Kiarës dhe mjekut. Fjalë si dozë, efekti zgjatur dhe pa lënë gjurmë i ngrin gjakun. Ata nuk po trajtonin Viktorin, po bënin diçka për të siguruar që ai të mos shërohej kurrë. Atë natë, Oliana mezi arriti të mbyllte sytë. Imazhi i tmerrit në sytë e Viktorit nuk i dilte nga mendja, ashtu si fjalët e zymta që dëgjoi mes Kiarës dhe mjekut të supozuar. Ishte e qartë se ata po administronin diçka për ta mbajtur Viktorin në gjendjen e tij aktuale, ndoshta edhe për ta përkeqësuar atë. Ajo duhej të vepronte shpejt, para se të ishte tepër vonë. Në mëngjes, Oliana arriti në rezidencë më herët se zakonisht. Shtëpia ishte ende e heshtur, me vetëm zhurmën e largët të kafetierës automatike në kuzhinë. Ishte mundësia perfekte për të ngjitur në katin e tretë pa u parë. Zemra e saj rrite me shpejtësi ndërsa ngjiste shkallët e mermerit, duke mbajtur një regjistrues të vogël digjital që kishte marrë hua nga një kolege e shkollës. Viktori ishte dukshëm i dobësuar që një ditë më parë. Sytë e tij, megjithse ende të vëmendshëm, tregonin një lodhje të thellë që e frikësoi. Kur ajo ju afrua shtratit, ai arriti të pulsonte vetëm dobët, sikur edhe kjo lëvizje e thjesht kërkonte një përpjekje të madhe. A ju bën diçka dje, apo jo? Pyeti Oliana me zë të ulët, duke kontrolluar nëse dera ishte mbyllur mirë. 3 pulsime të ngadalta konfirmuan frikërat e saj më të këqija. Unë do t'ju nxjerr nga këtu, zotëri Viktor. Do të gjej një mënyrë. Plani i Olianës ishte i thjeshtë, por i rrezikshëm. Ajo duhej të regjistronte një provë të qartë të ndërgjegjes së Viktorit, diçka që askush nuk mund ta vinte në dyshim. Më pas, do ta çonte këtë provë te autoritetet kompetente. Ajo pozicionoi diskretisht regjistruesin në komodinën e shtratit, të fshehur pas vazos së vjollcave. Do të bëj disa pyetje dhe ju do të përgjigjeni me pulsime, mirë? 3 pulsime për po, 2 për jo. Viktori konfirmoi me 3 pulsime të vendosura. Emri juaj është Viktor? Konfirmim. A jeni mbajtur këtu kundër vullnetit tuaj? 3 pulsime energjike. A e din njerëzit e kësaj shtëpie që ju jeni i ndërgjegjshëm? 2 pulsime të fuqishme. Oliana ishte gati të bënte pyetjen më të rëndësishme kur dëgjoi hapa në korridor. Shpejt, ajo fsheu regjistruesin dhe filloi të rregullonte jashtëkët. Dera u hap për të zbuluar Markon, ende me pijame, me një filxhan kafe në dorë. Çfarë po bën këtu kaq herët? Pyeti ai, zëri i tij i ngarkuar me dyshim. Ishte hera e parë që Marko i kushtonte vëmendje të vërtet asaj, dhe kjo e bëri atë nervoze. Fillova më herët sot, zotëri Marko. Doja të përfundoja këtu lart para se shtëpia të bëhej e zhurmshme.
Ajo e mbajti zërin të qetë, por ndjente zemrën t'i rrite me shpejtësi. Marko ju afrua shtratit dhe shikoi baban me një shprehje të vështirë për t'u deshifruar. Nuk ishte saktësisht dashuri, por as indiferenca mizore që ajo priste. Ndonjëherë pyes veten nëse ai ëndërron, tha ai papritur. Nëse ka makthe rreth gjithë kësaj. Vëzhgimi e zuri Olianën të papërgatitur. Për herë të parë, Marko tingëllonte pothuajse njerëzor, pothuajse i cenueshëm. Ajo u pyet nëse ai vërtet besonte se babai ishte pa ndërgjegje, apo nëse edhe ai po shtirej si të tjerët. Duhet të jetë e vështirë për familjen, tha Oliana me kujdes, të shohësh dikë të dashur në këtë gjendje. Marko qeshi me hidhërim. I dashur? Babai im nuk ishte kur saktësisht i dashur. Ai jetonte për kompanin, për biznesin. Nuk pati kur kohë për asgjë tjetër. Ai piu një glënjë kafeje para se të vazhdonte. Ndoshta është më mirë kështu. Të paktën tani ai nuk mund të na zhgënjej më. Fjalët ishin si një shuplak në fytyrën e Olianës. Ajo shikoi shpejt Viktorin dhe pa lot të formoheshin në sytë e tij. Burri po dëgjonte çdo fjalë të djalit të tij, çdo akuzë, çdo hidhërim. Ishte një mizori psikologjike shkatëruese. Kur Marko doli, Oliana ju afrua sërish shtratit. Ai nuk e di që ju jeni i ndërgjegjshëm, apo jo, tha ajo butësisht. Nëse do ta dinte, nuk do të fliste kështu. Por Viktori pulsoi 2 herë, duke treguar se nuk ishte dakord. Ishte e mundur që Marko dyshonte për të vërtetën dhe përdorte këto vizita për të torturuar baban në mënyrë të qëllimshme. Pjesa e mbetur e mëngjesit kaloi në një tension të vazhdueshëm. Oliana arriti të përfundonte regjistrimin e saj, por ju desh ta ndërpriste disa herë për shkak të lëvizjes në shtëpi. Kiara dukej se ishte kudo në të njëjtën kohë, duke mbikëqyrur çdo detaj të rutinës shtëpiake me një vëmendje që nuk ekzistonte më parë. Gjatë drekës, në kuzhinën e punonjësve, Roza tërhoqi vajzën në një qoshe. Oliana, duhet të flas me ty për një gjë të rëndësishme. Zonja Kiara bëri disa pyetje rreth sjelljes tënde në ditët e fundit. Stomaku i Olianës ra. Çfarë lloj pyetjesh, nën? Ajo dëshiron të di nëse ke kaluar shumë kohë në katin e tretë, nëse ke bërë pyetje për zotin Viktor. Unë të paralajmërova se po tregoje shumë interes për të. Roza i mbajti krahët e vajzës me forcë. Duhet të kesh kujdes. Kjo familje nuk i pëlqen punonjësit shumë kureshtar. Çfarë do të thotë kjo, nën? Roza hezitoi para se të përgjigjej. Do të thotë se punonjësit shumë kureshtar ndonjëherë humbin punën e tyre. Dhe ne nuk mund të lejojmë të humbim këtë punë. Por kishte diçka më shumë në tonin e nënës, diçka që tingëllonte si frikë e vërtet, jo vetëm shqetësim financiar. Në pasdite, Oliana vuri re një rritje të ndjeshme të vëzhgimit. Kiara shfaqej në korridore në momente të papritura, Pietri bëri një vizitë të paplanifikuar dhe madje edhe Marko tregoi më i vëmendshëm ndaj lëvizjeve të saj. Ishte sikur e gjithë shtëpia e dinte se diçka ishte ndryshe. Kur u ngjit në katin e tretë, Oliana gjeti derën e dhomës së Viktorit gjysmë të hapur. Kjo nuk ndodhte kurrë. Ajo ju afrua me kujdes dhe dëgjoi zëra të ulët nga brenda. Pietri ishte aty, së bashku me Kiarën dhe të njëjtin burr me bluzë të bardhë nga dita e mëparshme. Dozat duhet të rriten, thoshte mjeku i supozuar. Ai po tregon më shumë aktivitet okular se normalisht. Mund të jetë një shenjë se trajtimi i mëparshëm po humbet efikasitetin. A jeni i sigurt se kjo nuk do të lërë gjurmë, pyeti Pietri. Absolutisht. Përbërësi shpërbëhet plotësisht në qarkullimin e gjakut. Çdo autopsi e ardhshme do të tregojë vetëm progresin natyror të gjendjes neurologjike. Oliana ndjeu sikur bota po i shembej rreth saj. Ata jo vetëm që po e mbanin Viktorin të qetësuar, po e helmonin ngadalë. Dhe flisnin për autopsinë sikur të ishte një pavitueshmëri e planifikuar. Kur ata dolën, Oliana priti disa minuta para se të hynte në dhomë. Viktori ishte dukshëm i shqetësuar, sytë e tij lëviznin me shpejtësi. Ajo ju afrua shtratit dhe pas se ai po përpiqej të formonte fjalë me buzët, një përpjekje e dëshpëruar që dukej se kërkonte gjithë energjinë e tij të mbetur. Mos u detyro, tha ajo butësisht. Unë do të nxjerr nga këtu. Kam një regjistrim, kam prova. Por edhe ndërsa fliste, Oliana e dinte se situata e saj po bëhej e pamundur. Si mund të luftonte një adoleshente pa burime kundër njerëzve kaq të fuqishëm dhe pa skrupuj?
Viktori arriti të përshpëriste diçka pothuajse të padëgjueshme, kasaforta. Oliana u përkul më afër. Kasaforta? Ku është kasaforta? Me një përpjekje të jashtëzakonshme, Viktori arriti të lëvizte syt në drejtim të një pikture të vjetër në murin përballë. Pas pikturës, 3 pulsime të dobëta konfirmuan. Oliana shikoi përreth për të siguruar se ishte vetëm, pastaj u drejtua drejt pikturës. Ishte një peizazh pastoral në një kornizë të rëndë të ardhë. Kur ajo e lëvizi pak, zbuloi një kasafort të vogël të ngulitur në mur. Kodi? Si mund ta di kodin? Viktori filloi të pulsonte në sekuenca numerike, por po bëhej gjithnjë e më i dobët. Oliana shënoi numrat që arriti të deshifronte, 17, 03, 85. Ishin data? Një ditëlindje? Ajo provoi disa kombinime, por kasaforta mbeti e mbyllur. Pa pritmas, dëgjoi hapa që afroheshin nga korridori. Shpejt, ajo ripozicionoi pikturën dhe u kthye në shtrat, duke bërë sikur po rregullonte çarçafët. Kiara hyri me një shprehje që përziente dyshimin dhe vendosmërinë. Oliana, duhet të flas me ty në zyrë. Tani. Toni nuk pranonte diskutim. Oliana ndoqi Kiarën në përshkallë, duke ndjerë sikur po ecte drejt gjykimit të saj. Zyra ishte në katin e parë, një ambient intimidues me rafte të larta, mobilje lëkure dhe një tavolinë imponuese ku Pietri tashmë ishte ulur. Ulu, tha Kiara, duke treguar një karrige përballë tavolinës. Ishte qartësisht një pozicion marrjeje në pyetje. Kemi disa pyetje rreth sjelljes tënde të fundit. Pietri mori kontrollin e bisedës. Na ka ardhur në vesh se ke kaluar kohë të tepërt në dhomën e Zotit Viktor. A është e vërtet kjo? Unë po bëj thjesht punën time, zotëri, u përgjigj Oliana, duke u përpjekur të mbante zërin të fortë. A përfshin puna jote të bësh pyetje rreth gjendjes së tij mjekësore? A përfshin të sjellësh lule të panevojshme? A përfshin të bisedosh vetëm në dhomë? Çdo pyetje e Pietrit ishte më e mprehtë se e mëparshmja. Oliana kuptoi se ata dinin shumë më tepër nga sa kishte imagjinuar. Dikush kishte vëzhguar veprimet e saj, ndoshta madje kishte dëgjuar bisedat e saj. Unë thjesht u përpoqa të isha e respektueshme dhe e sjellshme. Nëna ime gjithmonë më ka mësuar t'i trajtoj njerëzit me dinjitet. Sa fisnike nga ana jote, tha Kiara me sarkazëm. Por dinjiteti yt po ndërhyn në trajtimin mjekësor të burrit tim. Doroteo raportoi se aktivitetet e tua mund të jenë duke e shqetësuar pacientin pa nevojë. Nuk e kuptoj si pastrimi i një dhome dhe ndërrimi i luleve mund të ndikojë dikë që është pa ndërgjegje, u përgjigj Oliana, duke u penduar për fjalët në momentin që i dolën nga goja. Heshtja që pasoi ishte ogurzez. Pietri dhe Kiara shkëmbyen shikime që flisnin vëllime. Oliana kishte zbuluar më shumë njohuri rreth gjendjes së Viktorit se sa duhej. Vëzhgim interesant, tha Pietri ngadalë. Ti duket se ke mendime shumë specifike rreth gjendjes neurologjike të zotit Viktor. Nga vjen kjo ekspertizë mjekësore? Oliana e dinte se ishte në territor të rrezikshëm, por nuk kishte kthim prapa. Nuk kam nevojë të jem mjeke për të ditur se një person pa ndërgjegje nuk duhet të ndikohet nga lulet apo bisedat. Ti ke të drejtë, tha Kiara, duke u ngritur nga karrigia. Një person pa ndërgjegje nuk do të ndikohej. Por dikush që po shtiret se është pa ndërgjegje, kjo do të ishte ndryshe, apo jo? Fjalët e Kiarës mbetën në ajër si një akuzë direkte. Oliana ndjeu gjakun t'i ngrinte në vena, por u detyrua të ruante qetësinë. Ishte një moment vendimtar, çdo reagim i gabuar mund të konfirmonte dyshimet e tyre dhe të vinte si atë, ashtu edhe Viktorin në rrezik edhe më të madh. Nuk e kuptoj çfarë doni të thoni, tha Oliana, duke bërë sikur ishte e hutuar. Si mund të shtirej dikush në atë gjendje? Do të ishte e pamundur të mbahej një farsë e tillë për kaq kohë. Pietri u përkul përpara, duke studiuar çdo mikroshprehje në fytyrën e saj. Ti ke të drejtë, do të ishte e pamundur për shumicën e njerëzve. Por po flasim për një burr që ndërtoi një perandor i bazuar në kontroll dhe vendosmëri. Nëse dikush mund ta bënte këtë, do të ishte ai. Por pse do ta bënte dikush këtë? Pyeti Oliana, duke u përpjekur të tingëllonte vërtet e hutuar. Të qëndrosh i palvizshëm për vite? I varur nga të tjerët për gjithçka? Nuk ka kuptim. Kiara shkoi te dritarja, thonjtë saj të manikuruar në mënyrë perfekte duke trokitur në parvaz. Ndoshta sepse zbuloi diçka që nuk duhej.
Ndoshta sepse po planifikonte ndryshime që disa njerëz nuk donin t'i shihnin të ndodhnin. Ajo u kthye për të parë Olianën direkt. Ose ndoshta sepse po pret momentin e duhur për të rishfaqur veten. Implikimi ishte i qartë si kristali. Ata dyshonin se Viktori ishte i ndërgjegjshëm dhe po planifikonte një lloj kthimi. Më e frikshmja, ata ishin të gatshëm të bënin çdo gjë për ta parandaluar këtë. Oliana kuptoi se ishte përballë njerëzve shumë më të rrezikshëm nga sa kishte imagjinuar. Sidoqoftë, tha Pietri, duke mbyllur një dosje mbi tavolinë, kemi vendosur të bëjmë disa ndryshime në funksionin tënd. Ti nuk do të punosh më në katin e tretë. Nëna jote mund të marrë përsipër pastrimin e asaj dhome. Ishte një lëvizje inteligjente. Ata nuk mund ta pushonin nga puna drejt për drejt pa ngritur dyshime, veçanërisht me Rozën që punonte aty prej kaq kohësh. Por ata mund ta izolinin nga Viktori duke prerë çdo mundësi komunikimi mes tyre. E kuptoj, tha Oliana, duke shtirur një ton zhgënjimi të përshtatshëm. Kam bërë diçka gabim? Mund të përmirësohem. Nuk bëhet fjalë për performancën, ndërhyri Kiara. Bëhet fjalë për përshtatshmërinë. Kujdesi për një pacient në gjendje kritike kërkon përvojë që ti nuk e ke ende. Kur Oliana doli nga zyra, këmbët i dridheshin aq shumë saqë mezi ecte. Ajo kishte humbur aksesin direkt te Viktori pikërisht në momentin kur ai kishte më shumë nevojë për të. Më keq akoma, tani ata do të vëzhgonin çdo lëvizje të saj. Si mund ta ndihmonte në këto rrethana? Në kuzhinë gjeti Rozën duke përgatitur darkën me lëvizje mekanike. Nëna ngriti syt kur ajo hyri dhe Oliana mund të shihte lodh të përmbajtur aty. Ata më thanë se ti do të marrësh përsipër katin e tretë duke filluar nga nesër, tha Roza me zë të ulët. Çfarë bëre, bi? Asgjë, nën. Thjesht u përpoqja të bëja punën time siç duhet. Oliana nuk mund t'i thoshte të vërtetën Rozës. Nëna ishte tashmë shumë e trembur dhe përfshirja e saj do ta vinte në rrezik. Oliana, unë e njoh këtë familje prej vitesh. Ata nuk bëjnë ndryshime pa arsye. Roza i fshiu duart në përparse dhe ju afrua vajzës. Të lutem, më thuaj që nuk je përfshirë në diçka të rrezikshme. Para se Oliana të mund të përgjigjej, Kiara u shfaq në derën e kuzhinës. Roza, duhet të flas me ty për përgjegjësitë e reja. Oliana, mund të largohesh. Turni yt mbaroi për sot. Oliana doli nga rezidenca me zemër të rëndë, por mendja e saj tashmë po punonte për alternativa. Nëse nuk mund të kishte akses direkt te Viktori, do të duhej të gjente mënyra të tjera për ta ndihmuar. Dhe kishte një person që ndoshta mund të jepte informacione thelbësore, dikush që e njihte familjen prej vitesh dhe që ndoshta ruante sekrete të rëndësishme. Atë natë, Oliana telefonoi Anjezën, një ish punonjëse e rezidencës që kishte punuar aty para Rozës. Anjeza tani jetonte në një shtëpi të vogël në zonën rurale, por mbante kontakte sporadike me nënën e Olianës. Nëse dikush i dinte sekretet e familjes, do të ishte ajo. Oliana? Çfarë surprize të dëgjoj zërin tënd, tha Anjeza kur ju përgjigj telefonin. Zëri i saj mbante peshën e viteve, por ende ruante qëndrueshmërinë që Oliana mbante mend nga fëmijëria. Zonja Anjeza, duhet të bëj disa pyetje për familjen ku punon nëna ime. Është e rëndësishme. Pati një pauzë të gjatë në anën tjetër të linjës. Fëmi, ka disa gjëra që është më mirë t'i lësh të varrosura. Pse dëshiron të dish për ata? Sepse mendoj se diçka shumë e gabuar po ndodh dhe një person i pafajshëm po vuan për shkak të kësaj. Oliana i zgjodhi fjalët me kujdes, pa zbuluar shumë. Anjeza pshertiu thellë. Unë kam punuar në atë shtëpi për 15 vjet, Oliana. Kam parë shumë gjëra që nuk duhej t'i kisha parë. Kur u largova, i premtova vetes se nuk do të flisja kurrë më për atë familje. Të lutem, zonja Anjeza. Nëse jo për mua, për personin që po vuan. Një pauzë tjetër, edhe më e gjatë. Më në fund, Anjeza foli, eja të më vizitosh nesër. Ka gjëra që nuk mund t'i them në telefon. Të nesërmen, Oliana shpiku një justifikim për të vizituar një shoqe të sëmur dhe mori një autobus për në zonën rurale. Udhëtimi 2 orësh i dha kohë për të organizuar pyetjet e saj dhe për t'u përgatitur për atë që mund të zbulonte. Shtëpia e Anjezës ishte e thjeshtë por mikpritse, me një kopsht të mirëmbajtur dhe erën e bukës së freskët që vinte nga kuzhina. Anjeza dukej se ishte plakur më shumë se sa vitet e justifikonin.
Flokët e saj ishin plotësisht të bardha dhe kishte një trishtim të thellë në sytë e saj që nuk ekzistonte në kujtimet e Olianës. Para se të fillojmë, tha Anjeza, duke shërbyer çaj në filxhan delikat, duhet të kuptosh një gjë. Ajo që do të tregoj mund të vërë në rrezik. Je e sigurt që dëshiron ta dish? Jam e sigurt. Anjeza mori frymë thellë. Viktori nuk ishte thjesht një biznesmen i suksesshëm. Ai zbuloi gjëra rreth familjes së tij që e lanë të cenueshëm. Kiara nuk ishte thjesht gruaja e tij, ajo kishte lidhje që ai zbuloi vetëm vite pas martesës. Çfarë lloj lidhjesh? Lloji që bën që njerëzit të zhduken kur bëhen të papërshtatshëm. Anjeza uli zërin edhe më shumë. Ka pasur aksidente të tjera në familje gjatë viteve. Aksidente shumë të përshtatshme për disa njerëz. Oliana ndjeu një drithërim t'i përshkonte shpinën. Zotëri Viktor, e zbuloi këtë? E zbuloi dhe po planifikonte të bënte diçka për këtë. Ai kishte mbledhur dëshmi, dokumente, prova të aktiviteteve të paligjshme që kishin ndodhur prej dekadash. Ishte gati të ekspozonte gjithçka. Dhe pastaj ai u sëmur. Nuk ishte sëmundje, fëmijë. Ishte një dënim. Anjeza vendosi filxhanin mbi pjatën me duar të dridhura. Unë isha aty atë javë. Pata par mjek që nuk ishin mjek, dëgjova biseda që nuk duhej t'i kisha dëgjuar. Prandaj u largova. Prandaj nuk fola kur më për atë familje. Anjeza u ngrit dhe shkoi te një dollap i vjetër, nga ku nxori një kuti të vogël druri. Viktori ma dha këtë pak para se të bëhej i paftë. Tha se nëse i ndodhte diçka, unë duhej ta ruaja për dikë që mund t'i besoja. Brenda kutis ishte një çelës i vogël dhe i artë, së bashku me një letër të zverdhur me numra të shkruar me dorë. Oliana i njohu menjëherë numrat, ishin ata që Viktori ishte përpjekur t'i komunikonte përmes pulsimesh. Kodi i kasafortës. Ai e dinte se ishte në rrezik, murmuriti Oliana. E dinte, por besonte se kishte kohë për të ekspozuar gjithçka para se të bënin diçka. Nënçmoi vendosmërinë e tyre. Anjeza i mbajti duart e Olianës. Nëse vërtet dëshiron ta ndihmosh, duhet të dish se po lufton kundër njerëzve që nuk kanë kufi moral. Ata e kanë provuar tashmë këtë. Kur Oliana u kthye në kryeqytet, ishte tashmë natë. Mendja e saj vlonte nga zbulimet e Anjezës dhe nga pesha e Chelsit në xhepin e saj. Ajo e dinte se kishte vetëm një mundësi për të hyrë në kasafort dhe do të duhej të ishte atë natë, ndërsa familja flinte. Pritja derisa rezidenca të ishte e heshtur ishte një torturë. Oliana qëndroi duke vëzhguar nga dritarja e shtëpisë së saj derisa të gjitha dritat të fikesheshin në ndërtesën kryesore. Pastaj, duke përdorur Chelsin që nëna e saj ruante për emergjenca, ajo hyri nga dera e pasme. Shtëpia ishte zhytur në errësirë, përveç shkëlqimit të butë të dritave të emergjencës në korridore. Çdo shkallë e shkallës së mermerit dukej se jehonte si një eshtën në heshtje. Oliana mbajti frymën ndërsa ngjitej, duke u lutur që asnjë dëras e dyshemes të mos kërciste. Në katin e tretë, dera e dhomës së Viktorit ishte gjysmë e hapur, siç qëndronte gjithmonë natën. Oliana hyri në heshtje dhe ju afrua shtratit. Viktori ishte zgjuar, sytë e tij shkëlqyen kur e pa. Ajo u përkul mbi të dhe pëshpëriti, kam marrë Chelsin. Do ta hap kasafortën tani. Sytë e Viktorit u mbushën me lot lehtësimi. Më në fund, pas 2 vitesh burgimi të heshtur, kishte shpresë që e vërteta të dilte në dritë. Oliana u drejtua drejt pikturës në mur, e lëvizi me kujdes dhe futi Chelsin në kasafort. Kodi që Anjeza kishte ruajtur funksionoi në mënyrë perfekte. Brenda kasafortës kishte dokumente, fotografi dhe USB, edhe në dritën e zbeth, Oliana mund të shihte se ishin prova të dekadave të aktiviteteve kriminale, pastrim parash, rishfet, lidhje me organizata të rrezikshme. Kiara dhe Pietri nuk ishin thjesht lakmitar, ishin pjesë e diçkaje shumë më të madhe dhe më të errët. Por kur ajo po mbyllte kasafortën me dokumentet në duar, dëgjoi hapa në korridor. Të rënda, të qëllimshme, që afroheshin. Shpejt, ajo ripozicionoi pikturën dhe fsheu letrat brenda këmishës. Viktori e vëzhgonte me tmerr në sy, ata të dy e dinin se nëse do të zbulohej tani, do të ishte fundi për të dy. Dera u hap ngadalë, duke zbuluar siluetën e Pietrit kundër dritës së korridorit. Ai hyri në dhomë me natyrshmërinë e dikujt që e kishte bërë këtë shumë herë më parë. Oliana u fsheh pas perdes së rënd, mezi guxonte të merrte frymë.
Pietri ju afrua shtratit të Viktorit dhe tha me zë të ullët, e di që je zgjuar, mik i vjetër. E di që dëgjon gjithçka. Dhe dua të dish që e gjeta spionen tënde të vogël. Zemra e Olianës ndaloi për një moment kur dëgjoi fjalët e Pietrit. E fshehur pas perdes së rënd, ajo mund ta shihte Viktorin në shtrat, sytë e tij të zgurdulluar nga tmerri. Pietri e dinte që ajo ishte aty, por ende nuk dinte saktësisht ku. Ishte çështje sekondash derisa ta gjente. Dil nga ku fshihesh, vajz, tha Pietri me një qetësi shqetësuese. Nuk kemi kohë për lojra. Ai ndezi një abazhur të vogël pranë shtratit, duke krijuar hije vallëzuese në dhomë. E di që je këtu. Të pash të hysh. Oliana kuptoi se nuk kishte zgjidhje. Dalja vullnetarisht ndoshta do t'i jepte një avantazh në negociatat që do të pasonin. Ngadalë, ajo doli nga pas perdes duke i mbajtur duart të dukshme dhe duke u përpjekur të dukej sa më pak kërcënuese. Ah, kureshtarja jonë e re, tha Pietri me një buzëqeshje që nuk arrinte në sy. Imagjinova se nuk do t'i rezistoje tundimit për të futur hundët aty ku nuk duhej. Ai u pozicionua mes Olianës dhe derës duke bllokuar rrugën e saj të arratisjes. Pyetja tani është, çfarë di? Nuk pash asgjë, gënjeu Oliana, duke u përpjekur të mbante zërin të fortë. Thjesht erdha të shija nëse zotëri Viktor ishte mirë. Dëgjova një zhurmë të çuditshme. Pietri qeshi me zë të ulët. Çfarë përkushtimi i admirueshëm ndaj një burri që as nuk mund të dëgjoj. Ai ju afrua Viktorit dhe i preku krahun pothuajse me dashuri. Apo jo, miku im i dashur? Ti nuk mund të dëgjosh asgjë nga çfarë po themi. Ishte atëherë që Oliana vuri re diçka që e bëri të ngrinte. Viktori po përpiqej të lëvizte kokën, një lëvizje pothuajse e padukshme, por definitive. Sytë e tij nuk ishin thjesht të ndërgjegjshëm, ishin të tërbuar. Pietri gjithashtu e vuri re. Interesante, murmuriti avokati. Je më reagueshëm sonte. Ndoshta medikamenti po humbet efikasitetin më shpejt se sa prisnim. Ai u kthye nga Oliana. Ose ndoshta shoqja jonë e re ka bërë diçka për të stimuluar ndërgjegjen e tij? Pyetja mbeti në ajër si një kurth. Çdo përgjigje që Oliana do të jepte mund ta inkriminonte edhe më shumë. Por ishte Viktori ai që theu ngërçin. Me një përpjekje që dukej e jashtëzakonshme, ai arriti të nxirrte një tingull të ulët, të ngjirur, por padyshim njerëzor. Pietri u largua nga shtrati sikur të kishte marrë një goditje elektrike. Kjo është e pamundur. Raportet mjekësore konfirmuan se nuk ka aktivitet vokal të mundshëm. Viktori u përpoq sërish dhe këtë herë arriti të formonte një fjalë, gënje. Ai po përpiqet të flas, tha Oliana, duke mos mundur më të fshehë emocionet e saj. Ai është i ndërgjegjshëm. Gjithmonë ka qenë i ndërgjegjshëm. Pietri shpejt u përmblodh. Reflekse të pavullnetshme. Spazma muskulore. Mjekët tashmë kanë shpjeguar se kjo mund të ndodhë. Por zëri i tij tradhtonte nervozizmin. Gjithsesi, kjo nuk ndryshon asgjë. Ishte në këtë moment që Oliana mori vendimin më të guximshëm të jetës së saj. Ajo nxori dokumentet nga brenda këmishës dhe i ngriti në mënyrë që Pietri t'i shihte. Por kjo ndryshon gjithçka. Unë e di kush jeni vërtet. E di çfarë i keni bërë atij. Dhe e di çfarë planifikoni të bëni. Fytyra e Pietrit u transformua plotësisht. Maska e qytetarisë u zhduk, duke zbuluar diçka shumë më të rrezikshme poshtë. Ti nuk ke ide se në çfarë po futesh, vajzë. Këto janë ujëra shumë të thella për dikë të moshës tënde. Thella sa për të mbytur një familje të tërë, u përgjigj Oliana, guximi i saj duke u rritur bashkë me dëshpërimin. Kam lexuar dokumentet, Pietri. Apo duhet të them. Pali? Ky është emri yt i vërtet, apo jo? Pali Saliaj i kërkuar për formim karteli në 3 qarke të ndryshme. Ndikimi i fjalëve të saj ishte i menjëhershëm. Pietri, Pali, bëri një hap kërcënues drejt saj. Ku e more këtë informacion? Viktori nuk ishte viktima juaj e parë, apo jo, vazhdoi Oliana, duke u tërhequr ngadalë. Kishte të tjerë. Antar të tjerë të familjes që zbuluan shumë, pyetën shumë. Ajo shikoi Viktorin, i cili po bënte një përpjekje të dukshme për të mbetur i ndërgjegjshëm. Por ai ishte i vetmi mjaftueshëm i zgjuar për të ruajtur prova. Pa pritmas, drita e dhomës u ndes plotësisht.
Kiara qëndronte në derë, ende me robë de shambër, por plotësisht e zgjuar. Pranë saj ishte Marko, dhe të dy kishin shprehje që Oliana nuk mund t'i interpretonte plotësisht. Duket se takimi ynë familjar u bë pak më zbulues se sa ishte planifikuar, tha Kiara me një qetësi që ishte më e frikshme se çdo klithmë. Pali nuk duhej ta kishe lënë që të arrinte në këtë pikë. Vajza zbuloi më shumë nga sa imagjinonim, u përgjigj Pali. Dhe Viktori po reagon. Protokolli mjekësor dështoi. Marko ju afrua shtratit të babait duke e parë me një shprehje komplekse. Baba, ti vërtet mund të na dëgjosh? Viktori arriti të pulsonte 3 herë, një shenjë që vetëm Oliana e kuptonte plotësisht. Por përpjekja e la të dukshëm të lodhur. Marko u kthye nga nëna, i hutuar. Nën, nëse ai është i ndërgjegjshëm, nëse ai gjithmonë ka qenë i ndërgjegjshëm. Zëri i Markos dridhej. Çfarë i kemi bërë atij gjatë gjithë këtyre viteve? Çfarë ishte e nevojshme, tha Kiara ftohtë. Ai ishte gati të shkatëronte gjithçka që kishim ndërtuar. Kompanin, sigurinë tonë financiare, të ardhmen tonë. Ndonjëherë sakrifica duhet të bëhen për të mirën më të madhe. E mira më e madhe, shpërtheu Marko. Ti helmove baban tim. Ti e mbajte të burgosur në trupin e tij. Oliana vëzhgoi dinamikën familjare me magjepsje dhe tmerr. Ishte e qartë se Marko nuk e dinte shtrirjen e komplotit. Zhgënjimi i tij i sinqert kontrastonte dramatikisht me ftohtësinë llogaritëse të nënës. Marko, tha Pali me durim të detyruar, ti nuk i kupton kompleksitetet e situatës. Babai yt ishte bërë i paqëndrueshëm. Hetimet e tij po kërcënonin operacione që mbajnë qindra vende pune. Operacione kriminale, korrigjoi Oliana, ende duke mbajtur dokumente. Pastrim parash, ryshfet, zhvatje. Këto nuk janë biznese legjitime. Kiara qeshi me hidhërim. Fëmijë naiv. Ti mendon se pasuritë si kjo ndërtohen vetëm me biznese legjitime? Në botën reale, ndonjëherë është e nevojshme të përkulesh disa rregulla. Përkulja e rregullave nuk është e njëjta gjë me shkatërimin e jetëve, u përgjigj Oliana. Dhe nuk është e njëjta gjë me mbajtjen e dikujt të burgosur në trupin e tij për 2 vjet. Ishte atëherë që Viktori bëri lëvizjen më të guximshme që kishte arritur që nga kolapsi i tij. Me një përpjekje që dukej se konsumonte gjithë energjinë e tij të mbetur, ai arriti të ngrinte pak dorën e djathtë dhe ta drejtonte në drejtim të kasafortës së fshehur pas pikturës. Të gjithë në dhomë ndoqën gjestin. Kiara u zbe dukshëm. Si e? Ajo shikoi Olianën me një zemërim që e bëri vajzën të bënte një hap prapa. Ti hape kasafortën e tij. Dhe gjeta gjithçka, tha Oliana, duke u përpjekur të mbante zërin të fortë pavarësisht frikës në rritje. Fotografit, dokumentet bankare, regjistrimet. Gjithçka është këtu. Pali lëvizi shpejt duke u përpjekur t'i merrte letrat nga duart e Olianës. Por ajo ishte më e shpejt, duke i hedhur dokumentet nga dritarja e hapur. Fletët u shpërndan në kopsht poshtë si konfeti. Kjo ishte shumë budallallëk, tha Pali me një zë rrezikshmërisht të ulët. Tani na ke detyruar të veprojmë. Jo, tha një zë i ri nga dera. Ata që ju detyruan të vepronit, ishit ju. Roza qëndronte në hyrje duke mbajtur një telefon celular. Pranë saj ishin 2 burra me kostume që Oliana nuk i njohu. Qartësisht nuk ishin mjek apo avokat të familjes. Detektiv Aroni, tha njëri nga burrat duke treguar një identifikim. Dhe ky është partneri im, detektiv Luka. Jemi këtu duke ju përgjigjur një denoncimi anonim për aktivitetet të paligjshme në këtë rezidencë. Lehtësimi që Oliana ndjeu ishte aq intensiv sa që këmbët gati ju lëshuan. Roza kishte gjetur një mënyrë për të thirrur ndihmë. Nëna kishte qenë duke mbrojtur vajzën gjatë gjithë kohës, por gjithashtu kishte qenë duke mbledhur provat e saj. Ky është një absurditet, tha Kiara, duke u përpjekur të rimarrë qetësinë. Nuk e di çfarë lloj keqkuptimi. Nuk është keqkuptim, zonjë, ndërhyri detektiv Aroni. Kemi një regjistrim telefoni të bërë nga kjo shtëpi 2 orë më parë, ku dëgjojmë kërcënime të qarta kundër një tëmiture dhe diskutime rreth medikamentimit të detyruar të një pacienti. Ai shikoi Viktorin në shtrat. Dëshirojmë të flasim me zotin Viktor, nëse është e mundur. Pali u përpoq të ndërhynte. Zotëri Viktor është në gjendje vegetative prej 2 vitesh. Çdo mjek mund ta konfirmojë këtë.
Atëherë nuk do të shqetësoheni nëse mjeku ynë ligjor bën një vlerësim të pavarur, tha detektiv Luka. Dhe nëse bëjmë disa analiza toksikologjike në gjakun e tij. Ishte në këtë moment që Viktori bëri përpjekjen më heroike të jetës së tij. Me një vendosmëri që sfidoi të gjitha kufizimet që ishin vendosur, ai arriti të fliste. Nuk ishte një përshpëritje apo një murmuritje, ishte një fjalë e qartë dhe e dëgjueshme. Fajtor. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Të gjithë në dhomë mbetën të paralizuar duke përpunuar atë që sapo kishin dëgjuar. Viktori kishte folur. Pas 2 vitesh heshtje të detyruar, ai kishte gjetur forcën për të shqiptuar fjalën që do të ndryshonte gjithçka. Marko ishte i pari që lëvizi, duke u gjunjëzuar pranë shtratit të babait. Baba, unë nuk e dija. Betohem që nuk e dija. Lotët i rridhnin në fytyrën e të riull. Nëse do të dija që ti mund të më dëgjoje. Viktori arriti të pulsonte 3 herë, shenja që vetëm Oliana e kuptonte si po. Por tani të gjithë mund të shihnin se ishte një komunikim i qëllimshëm dhe i ndërgjegjshëm. Detektiv Aroni ju afrua shtratit. Zotëri Viktor, a mund të na dëgjoni dhe kuptoni? 3 pulsime të qarta. A ju mbajtën këta njerëz kundër vullnetit tuaj? Sërish, 3 pulsime energjike. Kjo nuk provon asgjë, tha Kiara me dëshpërim. Ai është i hutuar, i çorientuar. Nuk mund të konsiderohet një dëshmi e besueshme. Ndoshta jo, tha detektiv Luka. Por dokumentet që shoqja juaj e re shpërndau në kopsht sigurisht që mund ta bëjnë. Ekipi im tashmë po i mbledh të gjitha. Pali u përpoq të bënte një lëvizje të fundit. Nuk keni mandat kërkimi dhe sekuestrimi. Nuk kemi nevojë, u përgjigj detektiv Aroni. Dokumentet janë në zonë publike tani, të hedhura poshtë nga vetë të dyshuarit. Dhe kemi një viktim të ndërgjegjshme që konfirmon se është mbajtur kundër vullnetit të saj. Ndërsa situata po zhvilloi rreth saj, Oliana i u afrua Viktorit. Ja dolëm, përshpëriti ajo. E vërteta më në fund doli në dritë. Viktori arriti të formonte edhe një fjalë, këtë herë drejtuar posaçërisht asaj, faleminderit. Ishim lotët në sytë e burrit që konfirmuan për të gjithë në dhomë se kjo nuk ishte një reagim i pavullnetshëm. Viktori ishte jo vetëm i ndërgjegjshëm, por thellësisht mirënjohës për guximin e një vajze 17 vjeçare që refuzoi të injoronte atë që kishte parë. 6 muaj më vonë, rezidenca ishte shndërruar në një vend krejtësisht të ndryshëm. Perdet e rënda ishin zëvendësuar me pëllura të lehta që lejonin dritën e diellit të hynte lirisht. Kati i tretë, që më parë ishte një vend izolimi dhe dëshpërimi, tani ishte plot jetë dhe lëvizje të vazhdueshme. Viktori ishte ulur në një karrige me rrota të veçantë në verandë, duke shijuar ngrohtësinë e pasdites. Shërimi i tij kishte qenë i ngadaltë, por i qëndrueshëm. Mjekët shpjeguan se vitet të medikamentimit të detyruar kishin lënë pasoja në muskujt dhe reflekset e tij, por mendja e tij ishte e kthjellët si kristali. Çdo ditë sillte fitore të vogla, lëvizje më të sakta, fjalë më të rrjedhshme, momente pavarësie të rimar. Si ndiheni sot, zotëri Viktor? Pyeti Oliana, duke ju afruar me një filxhan çaj. Ajo nuk ishte më thjesht një punonjëse e përkohshme, ishte bërë pjesë thelbësore e ekipit të kujdesit, duke punuar së bashku me fizioterapistë dhe infermierë të specializuar. Më mirë çdo ditë, u përgjigj ai, zëri i tij ende pak i ngjirur por plotësisht i kuptueshëm. Dhe ti, si po shkojnë studimet? Oliana buzëqeshi. Një nga gjërat e para që Viktori kishte bërë pas rimarrjes së kontrollit ligjor të pasurive të tij ishte krijimi i një fondi arsimor për të. Mirë. Mjekësia është më e vështirë se sa imagjinoja, por më pëlqen çdo minutë. Ti do të bëhesh një mjeke e shkëlqyer, tha Viktori me bindje. Ke më të rëndësishmen, aftësinë për t'i parë njerëzit vërtet, jo vetëm simptomat e tyre. Nga brenda shtëpisë vinin zëra të animuar. Marko po riorganizonte plotësisht menaxhimin e kompanisë, duke punuar ditë e natë për të shpërbërë dëmet të shkaktuara nga skemat kriminale. Në fillim, kishte qenë e vështirë për të përballuar zbulimin se nëna e tij ishte përfshirë në aktivitete kaq të errëta. Por gradualisht, ai dhe Viktori po rindërtonin marrëdhënien e tyre, duke e bazuar atë në ndershmëri dhe transparencë që nuk kishte ekzistuar kurrë më parë. Si po e përballon Marko gjithçka? Pyeti Oliana. Më mirë se sa prisja, u përgjigj Viktori. Zbulimi i së vërtetës për nënën ishte shkatërues, por gjithashtu ishte çlirues.
Për herë të parë në vite mund të kemi një bisedë të vërtetë si baba e birë. Roza u shfaq në verandë duke mbajtur një vazo me lule të freskëta nga kopshti. Ajo ishte promovuar në administratore të shtëpisë, një pozicion që njihte si besnikërinë e saj, ashtu edhe guximin e saj për të thirrur autoritetet në kohën e duhur. Vjollcat janë veçanërisht të bukura sot, tha ajo, duke pozicionuar vazon aty ku Viktori mund t'i shihte më mirë. Më kujtojnë ditën kur gjithçka filloi të ndryshonte. Ishte e vërtetë. Vjollcat ishin bërë një simbol në shtëpi, përfaqësonin shpresën, humanitetin dhe guximin për të parë përtej pamjeve. Viktori mbante gjithmonë disa në dhomë, jo vetëm për bukurinë, por për kujtimin e asaj që ato përfaqësonin. Gjykimi i Kiarës dhe Palit kishte qenë një nga më të ndjekurit nga mediat lokale. Provat e gjetura në kasafortën e Viktorit zbuluan dekada të aktiviteteve kriminale që shkonin shumë përtej situatës së tij personale. Dhjetëra viktima të tjera dolën në dritë, familje që ishin shkatëruar nga skema. Kiara u dënua me 15 vjet burg, ndërsa Pali mori 20 vjet. Ndonjëherë më vjen keq për të, pranoi Viktori gjatë një prej seancave të fizioterapisë. Kiara nuk lindi e keqe, por humbi rrugën në një moment dhe përfundoi duke u shndërruar në diçka të panjohur. Zotëri, nuk keni detyrim të falni, tha Oliana. Ajo që bëri ishte e pafalshme. Nuk bëhet fjalë për falje, shpjegoi Viktori. Bëhet fjalë për të mos lejuar që urrejtja të konsumoj kohën që më ka mbetur. Kam humbur 2 vjet të jetës sime. Nuk dua të humbas asnjë ditë më shumë. Kjo filozofi ishte bërë parimi udhëzues i jetës së re të Viktorit. Ai ja kushtonte mëngjeset fizioterapisë dhe shërimit, pasditet kompanisë dhe netët familjes dhe miqve. Ai kishte krijuar një fondacion për të ndihmuar viktimat e krimeve të biznesit dhe një tjetër për kërkime mbi trajtimet eksperimentale të sigurta. Anjeza ishte kthyer në kryeqytet duke zënë një apartament të vogël pranë rezidencës. Viktori kishte këmbëngulur të paguante për kujdesin e saj mjekësor dhe të siguronte që ajo të kishte një pension të rehatshëm. Pa ty, asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur, thoshte ai gjithmonë. Ti ruajte çelësin e lirisë sime. Unë thjesht bëra atë që ishte e drejtë, u përgjigj Anjeza me modesti. Por të gjithë e dinin se guximi i saj kishte qenë thelbësor për të ekspozuar të vërtetën. Kompania gjithashtu kishte pësuar një transformim të plotë. Marko kishte zbatuar protokolle të rrepta transparence dhe etike, duke e shndërruar atë në një shembull se si bizneset mund të drejtoheshin me integritet. Punonisit, fillimisht të shqetësuar nga ndryshimet, shpejt zbuluan se puna në një ambient të ndershëm ishte pafundësisht më shpërblyese. Baba, tha Marko, duke ju bashkuar grupit në verandë, avokatët përfunduan procesin e fondacionit arsimor. Është zyrtarisht i themeluar. Shkëlqyeshëm, tha Viktori, sytë e tij shkëlqenin nga kënaqësia. Sa student do të mund të ndihmojmë në vitin e parë? 50 bursa të plota, u përgjigj Marko me krenari. Me prioritet për të rinjt në situata të cenueshme që demonstrojnë guxim dhe integritet. Oliana buzëqeshi kur dëgjoi këtë. Fondacioni kishte qenë ideja e Viktorit, por ajo e dinte se historia e saj kishte frymëzuar kriteret e përzgjedhjes. Biznesmeni donte të siguronte që njerëz të tjerë si ajo të kishin mundësi të bënin një ndryshim në botë. Ndërsa dielli perëndonte në horizont duke pikturuar qiellin me nuanca të arta dhe rozë, familja e vogël e mbledhur në verandë reflektonte mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që kishin ndarë. Nga një situatë dëshpërimi absolut, ata kishin gjetur jo vetëm drejtësi, por shpëtim. E dini, tha Viktori, duke vëzhguar kopshtin ku Oliana kishte shpërndar dokumentet që ndryshuan gjithçka. Shpesh mendoj se çfarë do të kishte ndodhur nëse ajo vajzë e guximshme nuk do të kishte vendosur të sillte lule për një plak në një shtrat spitali. Nuk bëhej fjalë vetëm për lulet, u përgjigj Oliana. Bëhej fjalë për t'ju parë si person. Si qenie njerëzore që meritonte dinjitet dhe respekt. Pikërisht, tha Viktori. Dhe ky është mësimi më i rëndësishëm i gjithë kësaj historie. Ndonjëherë, akti më revolucionar që mund të bëjmë është thjesht të shohim dikë. Vërtet të shohim. Roza pohoi duke kujtuar se si pothuajse e kishte lënë frika ta pengonte të mbronte vajzën e saj. Dhe ndonjëherë na duhet guxim për të vepruar kur shohim diçka të gabuar. Guxim, përsëriti Marko, dhe gatishmëri për të bërë atë që është e drejtë, edhe kur është e vështirë. Kur yjet filluan të shfaqeshin në qiell, Viktori kërkoi të kthehej brenda shtëpisë.
Dhoma e tij në katin e tretë ishte transformuar plotësisht, tani ishte një hapësirë mikpritëse dhe e ndriçuar, me pamje nga kopshti dhe plot objekte që reflektonin personalitetin dhe interesat e tij. Në komodinën e shtratit, pranë ilaçeve që tani merrte vullnetarisht për shërimin e tij, kishte gjithmonë një vazo të vogël me vjollca të freskëta. Ishte një kujtesë e përditshme se si humaniteti dhe dëmshuria kishin triumfuar mbi mizorinë dhe lakmin. Natën e mirë, zotëri Viktor, tha Oliana, duke rregulluar jastëkët për ta bërë të ndiej reha. Natën e mirë, e dashur, u përgjigj ai. Dhe faleminderit. Për gjithçka. Oliana buzëqeshi dhe u drejtua drejt derës. Para se të largohej, ajo u kthye edhe një herë për të parë burrin që i kishte ndryshuar jetën aq shumë sa ajo kishte ndryshuar të tijën. Viktori po lexonte një libër, plotësisht i qetë në shtëpinë e tij, i lirë të merrte vendimet e veta. Ishte pikërisht siç duhej të ishte. Jashtë, nata ishte e qetë dhe e heshtur. Por brenda rezidencës kishte jetë, shpresë dhe kënaqësinë e thellë që vjen nga bërja e asaj që është e drejtë. Historia e Viktorit dhe Olianës ishte bërë legjendë lokale, një shembull se si një person, sado i ri apo në dukje pa fuqi, mund të bëjë një ndryshim kur ka guximin të veprojë. Dhe në lulet që lulëzonin në kopsht, në të qeshurat që jehonin nëpër korridore dhe në dritën që tani ndriçonte çdo qoshe të shtëpisë, ishte e mundur të ndjehej prania e qëndrueshme e shpresës që nuk duhet në vlerësuar kurrë. 6 muaj kishin kaluar që kur e vërteta më në fund doli në dritë dhe rezidenca ishte transformuar plotësisht. Ajo që më parë ishte një mauzoleum i heshtur, ku sekretet kalbeshin në korridoret e errëta, tani vibronte me jetë autentike dhe qëllim të ri për të rirë. Viktori ishte ulur në koltukun e tij të preferuar në bibliotekë, një dhomë që ai e kishte rinovuar plotësisht. Muret tani ishin të lyera në nuanca të ngrohta të arit dhe dritare të mëdha lejonin që drita natyrale të përmbyste ambientin. Raftet e lisit shtrieshin nga dy shemeja në tavan, të mbushura jo vetëm me libra biznesi, por me letërsi, poezi dhe biografi të njerëzve që kishin kapërcyer vështirësi të jashtëzakonshme. Shërimi i tij fizik vazhdonte gradualisht, por në mënyrë të qëndrueshme. Mjekët e specializuar që Marko kishte punësuar ranë dakord se atrofia muskulore ishte e kthyeshme me përkushtim dhe kohë. 3 herë në javë, fizioterapistët vinin në rezidencë për seanca intensive. Viktori kishte rimarrë lëvizjen e kufizuar të krahëve dhe arrinte të mbante objekte të lehta, si libra ose një filxhan çaj. Çdo progres i vogël festoi si një fitore monumentale. Si ndiheni sot, baba? Pyeti Marko, duke hyrë në bibliotekë me një grumbull dokumentesh. Ai kishte marrë zyrtarisht presidencën e kompanisë, por këmbëngulte të konsultonte Viktorin në të gjitha vendimet e rëndësishme. Tranzicioni kishte qenë çuditërisht i qetë, pasi punonisit shpejt kuptuan se ndryshimet e zbatuara nga Marko krijuan një ambient pune shumë më të shëndetshëm dhe produktiv. I fortë, u përgjigj Viktori, zëri i tij ende pak i ngjirur, por i qartë. Çdo ditë ndihem më i fortë. Dhe jo vetëm fizikisht. Ai bëri një pauzë, duke vëzhguar përmes dritares kopshtin ku Oliana zakonisht lexonte në fundjavë. Ndihem sikur po zgjohem jo vetëm nga makthi i 2 viteve të fundit, por nga dekada të një jete që nuk ishte vërtet e imja. Marko tërhoqi një karrige dhe u ul pranë babait. Ky lloj bisede intime ishte bërë e zakonshme mes tyre, diçka që nuk kishte ekzistuar kurrë para krizës. Çfarë doni të thoni me këtë? Viktori reflektoi për një moment duke zgjedhur fjalët me kujdes. Para incidentit, unë isha i fiksuar pas kontrollit. Kontrolloja çdo aspekt të kompanisë, çdo vendim familjar, çdo bisedë. Mendoja se kjo më jepte siguri. Ai tundi kokën ngadalë. Por kur e gjeta veten plotësisht pa kontroll, të burgosur në trupin tim, mësova diçka thelbësore rreth asaj që vërtet ka rëndësi. Dhe çfarë zbuluat? Se forca e vërtet nuk vjen nga kontrolli, por nga lidhja. Nga aftësia për të besuar njerëzit e duhur, për të qenë i cenueshëm kur është e nevojshme, për të lejuar të tjerët të na shohin siç jemi vërtet. Viktori buzëqeshi, sytë e tij shkëlqenin me një mençuri që vetëm vështirësia ekstreme mund të mësoj. Oliana më shpëtoi pikërisht sepse ajo pa përtej sipërfaqes. Ajo nuk pa një burr të fuqishëm në një shtrat spitali, pa një person që kishte nevojë për ndihmë. Nga poshtë vinin zhurmat e njohura të shtëpisë në funksionim. Roza mbikëqyrte ekipin e ri të punonjësve, shumë më të madh dhe më të paguar se më parë. Viktori kishte këmbëngulur të dyfishonte pagat e të gjithë punonjësve dhe të zbatonte përfitime shëndetësore gjithëpërfshirëse.
Nëse do ta rindërtojmë këtë shtëpi mbi themele të ndershme, kishte thënë ai, duhet të fillojmë duke trajtuar çdo person me dinjitet. Anjeza ishte zhvendosur përgjithmonë në një vilë në fund të pronës. Viktori e kishte ndërtuar posaçërisht për të e kompletuar me kopshtin e saj dhe pamje nga liçeni artificial që ishte shtuar në terren. Në moshën 83 vjeçare, ajo më në fund mund të shijonte vitet e fundit me rehati dhe siguri. Çdo mëngjes, ajo vinte për të ngrënë mëngjes në shtëpinë kryesore, duke ndarë histori nga rinja e saj dhe duke ofruar këshilla me mençurinë e dikujt që kishte jetuar shumë dhe kishte parë gjithçka. Zotëri Viktor, thoshte Anjeza gjithmonë kur ai falenderonte për guximin e saj për të ruajtur dokumentet, nuk bëra asgjë tjetër veç asaj që do të bënte çdo person i denjë. Merita është e gjitha e Olianës për të pasur guximin të veprojë. Oliana. Emri ende ngjallte një përzierje komplekse mirënjohjeje, admirimi dhe diçka afër respektit atëror në zemrën e Viktorit. Vajza ishte transformuar aq shumë sa ai gjatë atyre muajve të trazuar. Trauma e përballjes me kërcënime reale dhe zbulimi i shtrirjes së korrupsionit që e rrethonte mund të kishte shkatëruar shpirtin e saj. Në vend të kësaj, kishte forcuar vendosmërinë e saj për të bërë një ndryshim në botë. Viktori kishte këmbëngulur të paguante për studimet e Olianës në universitetin privat më të mirë të kryeqytetit. Ajo po studionte drejtësi me specializim në të drejtat e njerëzit, e vendosur të përdorte përvojën e saj për të ndihmuar të tjerët që gjendeshin në situata të cenueshmërisë. Në fundjavë, ajo ende vizitonte rezidencën rregullisht, jo si punonjëse, por si pjesë e familjes së zgjeruar që kishte krijuar kriza. A mund të ndërpres? Pyeti një zë i njohur nga dera. Oliana ishte aty, me një shprehje rrezatuese, duke mbajtur një dosje dokumentesh. Ajo ishte rritur në këto muaj, jo vetëm fizikisht, por emocionalisht. Kishte një vetbesim të ri në lëvizjet e saj, një pjekuri në sytë e saj që fliste për dikë që kishte përballuar të keqen dhe kishte dalë fitimtare. Sigurisht, e dashur, tha Viktori, fytyra e tij ndriçoi. Gjithmonë ka kohë për ty. Oliana iu afrua dhe i dha dosjen. Janë dokumentet përfundimtare të fondacionit arsimor. Është zyrtarisht i themeluar dhe gati për të filluar të pranojë kandidat. Fondacioni Viktor Mendesi për rinin guximtare kishte qenë projekti më afër zemrës së Viktorit gjatë shërimit të tij. Destinuar për të ofruar bursa të plota studimi për të rinj nga familjet punëtore që demonstronin guxim moral të jashtëzakonshëm, ishte mënyra e tij për të siguruar që njerëz të tjerë si Oliana të kishin mundësi të bënin një ndryshim. Kriteret e përzgjedhjes mbetën pikërisht siç i planifikuam, pyeti Viktori, duke shfletuar dokumentet. Po, u përgjigj Oliana. Prioritet për të rinjt midis 16 dhe 20 vjeç, të cilët kanë demonstruar integritet personal në situata të vështira, me preferencë për ata nga familjet me të ardhurat të ulta. Nuk ka rëndësi nëse kanë notat më të mira, ka rëndësi nëse kanë karakter. Marko Busqeshi. Baba thot gjithmonë se kompetenca mund të mësohet, por karakteri ose ekziston ose nuk ekziston. Dhe ju jeni prova e gjallë e kësaj, tha Viktori, duke parë dy të rinj që ishin bërë thelbësor në jetën e tij të re. Oliana, ti mund të kishe zgjedhur rrugën më të lehtë. Të injoroje atë që pe, të mbaje heshtjen për të mbrojtur punën e nënës tënde. Por zgjodhe të bësh atë që ishte e drejtë, edhe pse i dije rreziqet. Dhe Marko, vazhdoi, duke u kthyer nga djali i tij, ti mund të kishe vazhduar të shtireshe se nuk dije çfarë po bënte nëna jote. Do të ishte shumë më e rehatshme të mbaje status quo. Por kur e vërteta doli në dritë, ti zgjodhe të qëndroje në anën e drejtësisë, edhe pse kjo do të thoshte të përballeshe me familjen tënde. Marko uli syt, ende duke mbajtur një farë peshe faji për të mos e zbuluar më herët atë që po ndodhte. Ndonjëherë pyes veten nëse unë vërtet nuk e dija, apo nëse thjesht po shmangia të shija. Kjo nuk ka rëndësi më, tha Viktori me vendosmëri. Ajo që ka rëndësi është si reaguat kur e mësuat të vërtetën. Karakteri nuk është të mos bësh kur gabime, është si i trajtojmë ato kur i bëjmë. Zhurma e hapave të shpejt në korridor njoftoi ardhjen e Rozës, e cila u shfaq në derën e bibliotekës me një tabaka me çaj dhe biskota shtëpie. Në moshën 52 vjeçare, ajo dukej se ishte rinovuar. Pesha e vazhdueshme e shqetësimit dhe frikës që kishte mbajtur për kaq kohë ishte zhdukur, zëvendësuar nga një qetësi që vinte nga të diturit se kishte bërë zgjedhjet e duhura kur vërtet kishte rëndësi. Solla çajin e pasdites, njoftoi ajo, duke vendosur tabakan mbi një tavolinë anësore.
Dhe Anjeza dërgoi këto biskota xhenxhefili që e di që zotëri Viktor i pëlqen shumë. Rosa, tha Viktori ndërsa ajo shërbente çajin, dua që të dish se vendimi yt për të mbështetur Olianën kur ajo erdhi të tregonte për situatën time ishte thelbësor për gjithçka që pasoi. E di që ishte e vështirë për ty, duke marrë parasysh pozicionin tënd këtu. Rosa ndaloi për një moment, duart e saj dridheshin paksa ndërsa mbante çajnikun. Zotëri Viktor, kur pash dëshpërimin në sytë e vajzës sime, kur kuptova se ajo kishte zbuluar diçka të tmerrshme, e dija se nuk mund të zgjidhja sigurinë në dëm të së vërtetës. Disa zgjedhje përcaktojnë se kush jemi vërtet. Pikërisht, ra dakord Viktori. Dhe zgjedhja jote tregoi se çfarë lloj personi je, çfarë lloj nëne je. Oliana e mësoi guximin nga ti. Ndërsa pinin çaj së bashku, Viktori reflektoi se sa e paimagjinueshme do të ishte ajo sken vetëm një vit më parë. Ai, biznesmeni i fuqishëm dhe frikësues, duke pirë çaj me guvernantën e tij, vajzën e saj dhe djalin e tij, të gjithë si të barabartë, të gjithë të bashkuar nga përvoja e përbashkët e përballjes me një krizë morale dhe zgjedhja për të bërë atë që ishte e drejtë. E dini, tha Oliana, duke vendosur filxhanin e saj, ndonjëherë mendoj se çfarë do të kishte ndodhur nëse unë nuk do të kisha vendosur kur të sillja ato vjollca në dhomën e zotëriut. Nëse do të kisha bërë thjesht pastrimin tim në heshtje dhe do të isha larguar. Por ti nuk e bëre këtë, u përgjigj Viktori. Dhe kjo nuk ishte rastësi. Ti veprove siç veprove sepse ti je ajo që je. Njerëzit si ti gjithmonë gjejnë një mënyrë për të bërë një ndryshim, edhe kur nuk e kuptojnë. Përveç kësaj, shtoi Marko, ti mendon vërtet se do të kishe arritur të injoroje atë që pe? Duke të njohur siç të njohim tani, jam i sigurt se diçka do të kishte detyruar të veproje. Oliana qeshi, duke njohur të vërtetën në ato fjalë. Keni të drejtë. Mendoj se nuk do të kisha mundur të jetoja me veten time duke ditur se kishte dikush që po vuante dhe unë mund të ndihmoja. Dhe kjo është pikërisht cilësia që duam të identifikojmë dhe kultivojmë të rinj që do të marrin bursa nga fondacioni, tha Viktori. Nuk bëhet fjalë për të qenë hero. Bëhet fjalë për të pasur paftësinë thelbësore për të injoruar vuajtjen kur mund të bësh diçka për këtë. Dielli po fillonte të perëndonte duke pikturuar bibliotekën me nuanca të arta që bënin librat të shkëlqenin si thesare. Viktori tërhoqi një libër specifik nga rafti pranë koltukut të tij, një vëllim mbi etikën e biznesit që kishte filluar të lexonte gjatë shërimit të tij. E dini, tha ai, duke hapur librin në një faqe të shënuar, gjëra një citat këtu që përmbledh në mënyrë të përkryer përvojën tonë. Ai pastroi fytin dhe lexoi, masa e vërtetë e një njeriu nuk është si sillet ai në momente rehatie dhe lehtësie, por si qëndron ai në kohë polemikash dhe sfidash. Martin Luther King identifikoi Oliana menjëherë. Sakt. Dhe secili prej jush e kaloi atë test. U përballët me polemika dhe sfida dhe zgjodhët të qëndronit në anën e së vërtetës. Viktori mbylli librin dhe shikoi secilin prej tyre. Nuk mund të ndryshoj atë që më ndodhi, as nuk mund të fshi vitet që humba. Por mund të nderoj sakrificën që bëhet për mua duke jetuar pjesën tjetër të jetës sime në një mënyrë që e bën atë sakrificë domethënëse. Nuk ishte sakrificë, protestoi Oliana. Ishte thjesht ajo që duhej bërë. Për ju, ndoshta mund të ketë dukur e qartë, tha Viktori. Por më besoni, jo të gjithë do të kishin bërë të njëjtat zgjedhje. Dhe kjo është ajo që ju bën të veçantë. Kur erdhi koha për të tërhequr në dhomat e tyre, secili ndoqi rrugën e tij nëpër shkallët e rezidencës. Viktori, me ndihmën e Markos, u ngjit ngadalë në katin e tretë. Dhoma e tij ishte transformuar plotësisht, perdet e rënda zëvendësuar me grila që lejonin kontrollin total të dritës, shtrati i spitalit zëvendësuar me një shtrat të zakonshëm me rregullime të veçanta për gjendjen e tij, dhe muret të lyera në ngjyra që reflektonin jetën në vend të sëmundjes. Në komodinën e shtratit, si gjithmonë, kishte një vazo të vogël me vjollca të freskëta. Oliana e ndëronte çdo javë, një traditë që kishte filluar në ato ditë të errëta dhe vazhdonte tani si simbol i shpresës së ri për të rirë. Para se të shtrihej, Viktori ul në koltukun e tij dhe hapi një ditar që kishte filluar të shkruante gjatë shërimit të tij. Çdo natë, ai regjistronte reflektimet e tij, progresin fizik dhe, më e rëndësishmja, momentet e mirënjohjes që tani mbushnin ditët e tij. Dita 187 të jetës sime të dytë, shkroi ai. Sot përfunduam zyrtarisht fondacionin arsimor.
Oliana solli dokumentet përfundimtare dhe nuk mund të mos emocionohesha duke parë se si ajo ishte pjekur dhe transformuar. Rosa përgatiti biskota xhenxhefili nga Agnesa dhe Marko ndau plane të reja për ta bërë kompaninë edhe më etike dhe të qëndrueshme. Ai ndaloi së shkruari për një moment duke reflektuar mbi ngjarjet e ditës. Vazhdoi të mbetem i impresionuar me atë se si vështirësia mund të zbulojë më të mirën të njerëzit. Nëse dikush do të më thoshte një vit më parë se vajza adoleshente e guvernantes sime do të ishte përgjegjëse për të shpëtuar jetën time dhe për të transformuar plotësisht perspektivën time mbi atë që vërtet ka rëndësi, unë do të kisha qeshur. Por ja ku jemi, të bashkuar nga një përvojë që na tregoi se familja nuk është vetëm çështje gjaku, është çështje njerëzish që zgjedhin të qëndrojnë pranë teje kur gjërat bëhen të vështira. Viktori mbylli ditarin dhe shikoi nga dritarja kopshtin e ndriçuar. Diku poshtë, Oliana ndoshta po studionte për provimet e saj përfundimtare. Rosa ishte në apartamentin e saj në fund të shtëpisë, ndoshta duke lexuar një libër ose duke parë televizor për herë të parë në vite pa u shqetësuar për atë që do të sillte nesër. Marko ishte në dhomën e tij, duke rishikuar planet për projekte të reja të kompanisë që do të përfitonin komunitetet në nevojë. Dhe ai ishte aty, gjallë, i lirë, i rrethuar nga njerëz që kujdeseshin sinqerisht për mirëqenien e tij, me një shans të dytë për të jetuar një jetë që vërtet ia vlente. Nuk ishte fundi që ai kishte planifikuar për jetën e tij, por ishte pafundësisht më mirë se çdo gjë që mund të kishte imagjinuar. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Viktorit dhe Olianës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Ashtu si Oliana gjeti guximin për të bërë atë që ishte e drejtë, secili prej nesh ka fuqinë të bëjë një ndryshim në jetën e dikujt përmes dëmshurisë dhe vendosmërisë. Për të vazhduar këtë udhëtim emocional me ne, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të aktivizoni zilen për të marrë të gjitha historitë tona të reja. Lini një pëlqim nëse kjo histori ju frymëzoi dhe ndani në komente përvojat tuaja rreth momenteve kur keni vendosur të veproni për atë që është e drejtë. Rrëfimet tona të ardhshme janë plot mësime mbi guximin, humanizmin dhe fuqinë transformuese të parit vërtet njerëzit rreth nesh. Mos i humbisni.